5 gjëra që të merr kokina. E para është gjumi. Të ndryshojnë oraret e gjumit. Rrinet pa fjetur, rridit pa fjetur. Nuk ke më orare kur shkon për të fjetur dhe nuk ke më orare kur zgjohesh. Zgjohesh gjithmonë dhe më i lodhur, derisa trupi rrëzohet. E dyta është ushqimi. Nuk ke më raport mirë me ushqimin, nuk i ndjen më shijen e ushqimit, nuk zgjedh më ushqimin tënd më të mirë, sepse i vetmi ushqim për ty bëhet substanca. E treta është biznesi, puna. Nuk ke më korrektësi, nuk ke më energji për të punuar, nuk respekton më punat që merr ose edhe me njerëzit që flet, sepse je shumë i lodhur, je pak produktiv, je pak i përshëndruar në gjërat e punës. Derisa i shmange dhe derisa ti humbasësh plotësisht. E katërta janë njerëzit, miqt, familjen, të afërmit. Gjithmonë dhe i largon, gjithmonë dhe mbyllesh në vetvete. Dhe në fundit ajo që zgjedh më shumë më afër teje është substanca. Dhe e pesta më e dhimbshme humbet vetveten, sepse substanca të vjedh gjithçka, të vjedh identitetin, vlerat, humbet veten tënde, humbet forcën, humbet energjinë. Nëse e gjen veten në këto fjalë, dije se nuk je vetëm. Dhe nëse dëshiron të hedhësh hapat e para për të dalë nga ky fet, dërgoj një mesazh dhe fillo të kujdesesh për veten.